është me natyrë. Se dja do bëja që madhe me thënë drejtën. Se në një këtu nga duke në qëra si kur ajde këpërësish. Këtu brënda jemi. Po aty që i dash forcë vetes, se kur e kuptova që i dash fak, mund të bete madhe, aty dash maksimum i ajde. Okej, e kuptoj, po. I dash forcë vetes në këtë mënyrë. Ta përsëris që është me natyrë që do me thonë, unë këtë gjën e eklit nuk të e kisha po dot. Shko, ajo S'to kisha bërë dot, nuk po bëj si e mirë. Sepse unë nuk është se... Nërsa jo, zhyti vetën. Nuk po bëj si e mirë, po jo, e qartë. As po s'bëhet fjala. Biles unë, kur të dalim jashtë, të shpjegoj të gjitha arsyetimet e mia, e mendimet e mia, edhe pse e bëra, e si e bëra. Edhe ajo, unë nuk kam asnjëherë menduar të ulja vetëm. Përveç se në situatat me Jozin që vërtet isha e sinqert, edhe sa do ta jam brenda një shtëpi, edhe nëse më do x gjë unë e them. Nëse më vjen mirë të them para gjithë shqiptarëve që ky në darkë ma bën kështu. Për mua është ulje. Të jemi të qartë në këtë gjë. Se kur nuk i kam patur asnjë këtë lloj treatment, ta them unë para shqiptarëve që shko se ky ka dhënë këtu ma bën kështu mua, mos më vjen mirë. Edhe unë kam krenarinë dhe sedrën shumë të lartë. Po prapë rregulloj gjithmonë në mënyrë dhe rrugoj çdo gjë në vend se si e dua unë. Ndërsa kështu të zhyta veten ai shumë. Shiko, ti e çon, edhe si do t'jetë puna, mendoj që e ke një publik atje jashtë që të do shumë.